Sigurisht, ndryshimet kushtetuese kur bëhen me një shtet do thotë patjetër përveç numrave duhet edhe një konsenzus etnik. Pasi që problemi do thotë ndryshimet kushtetuese i tangon gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë, ku pjesë bëjnë edhe vetë shqiptarët. Flasim këtu jo për materien, por flasim për edhe folëm edhe parës, por ne si PDSH problemi ynë është te prioritetet. Kur flasim për prioritete, sigurisht, në qoftë se matë parasysh se 2 të 3 duhet në kuvent për ndryshime kushtetuese, ku se në aspektin cilësor, jo vetëm numerik, bën edhe përfaqësuesit e partisë të Zotit Ahmeti. Në qoftë se para ata qenë ka më prioritet ndryshimi i bankës ose për çështjen e homoseksualëve e kudati unë, e nuk qenë kanë prioritet të drejtat të shqiptarëve. Ndryshimi kushtetuesës do të thotë edhe avancimi të drejtave të një etnikumi. Ne sot e kësaj dite kemi problem që edhe pse shoqëria është e multietnike, shteti funksionon një etnik me gjitha mekanizmat kushtetuese. Në kuadër të ndryshimeve kushtetuese, sigurisht përfaqësuesit e partisë së Zotit Ahmeti duhet të gjejnë mekanizma dhe të ndryshohet klauzula ku me kushtetut të garantohet ndarja proporcionale e buxhetit. Ne shohim se do thotë edhe pse shqiptarët kontribuojnë në mbushjen e arkës së këtij shtetit, gjitha parë shkojnë në ndërmbanimet një etnike maqedonase. Në kuadër të ndryshimeve kushtetuese duhet edhe funksionimi i qeverisë. Do të jetë kryetari i qeverisë apo kryeministri dhe zakonisht kryeministri i vetëm shqiptar me nënshkrime të lidhura. Këta janë ndryshime cilësore kushtetuese dhe pastaj mund vinë edhe këta pjesa tjetër. Mirë po, ne jo vetëm që nuk kemi avancim, praktika e qeverisës së Zotit Ahmeti në koalicione është në kahje negative. Ne sigurisht nuk duhet të harrojmë marrëveshjen Crvenkovski-Ahmeti-Penov për çështjen e përdorimit flamurit shqiptar. Mbi 50%, apo? Ose nuk duhet të harrojmë edhe çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe. Ju ende mbyteni në mëshirën e pamëshirën, nuk është mëshirë pa mëshirë, por nuk keni as kapacitete, as potencial që t'impononi që ta përdorni në kuvent gjuhën shqipe. Ju nën kryetari i parlamentit, edhe gjithë tjerët. Prandaj e theksojmë edhe një se si PDSH mendojmë që ka prioritete shumë më të rëndësishme dhe kushtetuta për herë parë merr bekimin të partisë së Zotit Ahmeti, jo vetëm bekimin, por edhe bartse si ministër partës për çështjet që nuk u tangojnë shqiptarëve, po shkojnë në kahje negative, në kahje regres. Ne e përsëritim edhe një herë që do thotë vazhdim insistojmë që të rishikohet edhe një herë, veçanërisht për përfaqësuesit e Zotit Ahmeti, për ndryshimet kushtetuese duhet të propozojnë në aspektin cilësor për të drejtat e shqiptarëve, e jo për ta bërë qefin ideologjik të partnerit në qeveri që e kanë. Faleminderit.